Një donacion prej 500.000 euro i familjeve Gjakovare, Rizvanolli e Kusari ka mundësuar që në komunën e Gjakovës të fillojë së funksionuar një objekt shkollor. Bëhet fjalë për shkollën fillore Kelmendi Rizvanolli, objekt i cili shfrytëzohet nga nxënësit e ciklit të ulët, konkretisht nga klasa e parë deri në klasën e 5. Ndryshe nga investimet të cilat jemi mësuar t'i shohim vetëm nga institucionet, e veçantë e kësaj shkolle është se objekti u ndërtua tërësisht me paratë e këtyre dy familjeve. Rast ky i papar deri më tani jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Kontribut në këtë projekt ka dhënë edhe komuna e Gjakovës, që për nevojat të shkollës e ka ndarë truallin për ndërtim. Këtë institucion arsimor sot me rastin e ditës së shkollës e vizitoi Axha i Kelmendi Rizvanollit, Shenasi Rizvanolli, i cili tha se familja ngushtë e Kelmendit e kishin si moto thënien, lirisë dhe jetës sonë i duhet mos shumti dituria. Me shpresë se një ditë do na dhënjej fryma këtij mesazhi, urojmë që nga rruga dhe ëndra e Kelmendit të ndërprerja në mes të jetës së tij të gjejnë vend dhe të jetësojnë brenda misionit të shenjtë të arsimit dhe edukimit, në strehën e shkollës që sot mban emrin e Kelmendit, ka theksuar Rizvanolli. Rasti i Kelmendit është rast i veçantë, kështu që kisha thënë vetëm atë se për hir të tine kemi dhënë këto mjete për arsimin dhe për me majtë emrin shkolla e tine, emrin e Kelmendi Rizvanollit. Me jemi shumë krenar se ka merita dhe aj edhe prindët e tine. Përndryshe, ky institucion arsimor sot festoi 3 vjetorin e themelimit, me këtë rast të pranishëm ishin drejtoresha e arsimit Diana Çarkaxhia, familjarët e Kelmendit, drejtori mësimdhënës të shkollave të tjera, veteranë të arsimit si dhe prindër. Sipas drejtoreshës së shkollës Valma Kamishi Zeka, festa e shkollës është e rëndësishme duke u nisur nga emri që kjo shkollë gëzon, si dhe shënimi të punës dhe sukseseve 3-vjeçare. Në këtë datë lidhet edhe ditëlindja e Kelmendit, që përkon do thotë me 16 mars. Ne sot kemi pas të ftuar disa nga familjarët e Kelmendit dhe në një mënyrë të veçantë ata i kemi falendëruar për punën dhe për veprën e tij. E ata që i dhanë jeshi festës së shkollës ishin nxënësit të cilët prezantuan pika të ndryshme artistike. Unë me shokët dhe shoqet jemi munduar shumë për mi realizu programin e shkollës me fëmijët e klaseve të treta. Dhe kjo ne kemi realizuar vallën e Tropojës. Kelmendi Rizvanolli ka qenë fëmia i vetëm i çiftit intelektual Fatmir Kelmendi dhe Fakete Kusari Rizvanolli. Me qenë se Kelmendi kishte vdekur herë dhe me qenë se prindit e tij nuk kishin ndonjë trashëgimtar tjetër, kushërinjit e tij nga babai dhe nëna kishin vendosur që pasurinë e kryefamiljarit Fatmir Kelmendi ta shisnin dhe me paratë e siguruara të ndërtonin një objekt shkollor, dhuratë për nxënësit e Gjakovës.